Kryetari i Komunës së Prizrenit Sheqer Totaj, nën kryetari i Komunës Kujtje Mugashi, drejtori i departamentit nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare Blerje Shabani, drejtori i Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies në Komunën e Prizrenit Fatmir Memaj, drejtori i Shtëpisë Rezidenciale për të moshuar në Prizren Shkëlzen Kastrati, sot kanë përëruar objektin e Shtëpisë Rezidenciale për të moshuar në Prizren. Kryetari Totaj pas së prerjes së shiritit me këtë rast ka potencuar se kjo shtëpi është edhe një shenjë për kujdesje që po tregon komuna për persona që mbeten pa përkrahje dhe pa mbështetje dhe pa përkujdesje. Këtu pas strehimit dhe të jetuarit kanë edhe përkujdesje shëndetësore. Po ka qenë nevojë kohës, edhe sot kemi ardhur të shtëpia rezidenciale të moshuarve, sepse po e inaugurojmë kështu solemnisht zyrtarisht. Do të jetë me një kapacitet për 20 personave aktualisht, mirë po me mundësi të rritjes e kapacitetit, për ndryshe është një tregues apo një indikator se komuna e Prizrenit përkujdeset për gjithë ata të cilët nuk ka kush më përkujdes për ta. Kjo përveç se është obligim ligjor dhe qytetar, është pak edhe një tregues si një farë lloj humanizmi, për shkak se do duhet që të ndërtojnë mekanizma dhe institucione me përkujdes për gjithë ata për cilët nuk ka përkujdes të formave tjera. Aktualisht qenë kanë vetëm 2 banorë, mi po një besoj shumë se stafi është i përgatitur, infrastruktura tashmë ekziston, edhe në ditët apo javët apo muajt me vijim do të plotësohet me banorë, edhe gjithë ata të cilët nuk kanë opsione kush ka më kujdes për këta. Ne kemi këtu në banë, kemi një lokacion, kemi një staf përgatitur, edhe më besoj që kjo do të jetë një fillim, kisha me thonë një mbalë, nështë edhe rritjes kapaciteteve, jo vetëm këtë institucion, po dhe institucione tjera, po nështë më vonë edhe institucione private, me të regu një nivel të gatishmërisë për kujdesin, për ata për cilët s'ka kusht kujdesi. Po, për shkak të numrit të madh qytetarëve dhe të thonave që po vinë, natyrisht do të shtohet grand numri. Në fakt, çfarë do të mendon komuna ose për këtë qërë në arshëm, çfarë mendon këtë drejtim? Komuna në harmoni me mundësitë e veta buxhetore dhe kompetencat ligjore që ka gjithmonë do të jetë e gatshme me u përkujdes. Edhe me po të spari cilat janë nevojat, edhe dyta cilat janë mundësitë tona dhe me akomodu aq sa kemi mundësi. Normal na gjithmonë llogarisim edhe në bashkëpunim me institucionet në nivelit qendror. Deri më tani kemi raporte shumë të mira në këtë segment, edhe po besoj që një bashkëpunim i tillë do të rezulton në ngritje të kapaciteteve, por jo vetëm ngritje të kapaciteteve, por edhe përmirësim të kujdesit në aspektin kualitativ. Sepse këtu kemi të bëjmë edhe me përkujdesje shëndetësore, por edhe me përkujdesje në aspektin social dhe në çdo dimension tjetër, që pleqve me u bë pak më të lehtë jetën, gjithmonë për ata të cilët nuk kanë familje ose s'ka kush kujdeset për ta. Drejtori i Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies në Prizren Fatmir Memaj me këtë rast ka potencuar se sot e përëruam këtë shtëpi për të moshuar dhe tashmë ka 2 banor, por është i formuar paneli i cili miraton kërkesat për ata që kanë nevojë të jenë banor në këtë shtëpi rezidenciale për të moshuar. Kjo është një hapje mirë drejt avancimit të shërbimeve sociale në komunën e Prizrenit. Me që rast ne sot të bëjmë inaugurimin edhe zyrtarisht në kësaj shtëpie, po shpresojmë se në këtë shtëpi do të sistemohen persona të cilët kanë nevojë për përkujdesje, natyrisht duke respektuar disa procedura të cilat janë kërkesa ligjore, edhe kemi të formuar disa panele që i kërkon ligji dhe sigurisht në panele ata persona që parashtrojnë kërkesë për strehim këtu, paneli do të merr vendimet meritore. Kurse drejtori kësaj shtëpie Shkëlzen Kastrati pohoi se tani këto janë krijuar kushte që kjo shtëpi të strehojë 20 banor, kështu pas së strehimores mbikëqyrjes për banor është edhe ajo shëndetësore. Po faleminderit shumë. Sa të bëjmë hapjen e shtëpisë rezidenciale për të moshuar në Prizren, kuadër të drejtorisë së Mirëqenies sociale. Do të jetë kapacitet për 20 persona, aktualisht vetëm i kemi prezent, kemi 2 që marrin shërbime, është paneli i cili do të vendos për pranimin e rezidentëve të tjerë, normalisht e ka nevojë. Shërbimet do të kenë shërbime sociale normalisht edhe shërbime shëndetësore. Kush e përbën panelin e pranimit të këtyre njerëzve? Është komisioni veçantë që përket drejtorisë dhe drejtorisë komunës Prizrenit.
Komuna e Prizreni si pas kryetarit bazuar në rrethanat buxhetore edhe në të ardhmen do të shoh mundësinë e shtimit të kapaciteteve të shtëpive të kësaj natyre, tha i pari komunës Shaqir Totaj.